Ngjarja e ndodhur në shtëpinë e Big Brother përbën një moment kyç për të reflektuar mbi natyrën e konflikteve njerëzore, kufijtë e sjelljes së pranueshme dhe ndikimin që realiteti televiziv ushtron mbi individin dhe shoqërinë. Përplasja mes Albës dhe një banori tjetër, e shoqëruar me ofendime të rënda dhe dhunë fizike, nuk ishte një incident i izoluar, por kulmi i një tensioni të grumbulluar në kohë. Ky shpërthim nxori në pa se sa e brisht mund të jetë vetë kontrolli i njeriut kur ai vihet në presion të vazhdueshëm emocional dhe psikologjik në një ambient të mbyllur si shtëpia e Big Brother, ku privatësia mungon dhe çdo veprim vëzhgohet nga kamerat dhe publiku. Banorët përballen çdo ditë me sfida të mëdha emocionale. Konkurrenca, dëshira për vëmendje, frika e eliminimit dhe përplasjet e personaliteteve krijojnë një terren të favorshëm për konflikte. Alba, duke kaluar çdo limit të arsyes dhe etikës, e shndërroi një debat verbal në një akt dhune, duke treguar se presioni i lojës mund të çojë në humbjen e kontrollit dhe në veprime të papranueshme. Momentet që pasuan ishin po aq domethënëse sa vetë akti i dhunës. Banorët e tjerë, të tronditur nga situata, u përfshin menjëherë për të ndarë palët, duke u përballur me frikë, kaos dhe pasiguri. Shtëpia u mbush me zëra të ngritur, tensione të forta dhe emocione të papërmbajtura. Ajo që duhej të ishte një hapësirë bashkëjetese dhe loje u shndërrua në një arenë konfliktesh, ku qetësia dhe respekti u zëvendësuan nga agresiviteti dhe kaosi. Ky episod nuk duhet parë thjesht si një ngjarje televizive për konsum të shpejtë, por si një pasqyrë e problemeve më të thella shoqërore. Dhuna, qoftë verbale apo fizike, shpesh normalizohet në media në emër të spektaklit dhe audiencës. Kur këto sjellje transmetohen pa reflektim të thellë, rrezikojnë të përcjellin mesazhe të gabuara, duke krijuar idenë se agresiviteti është një mënyrë e pranueshme për të shprehur pakënaqësinë apo për të fituar vëmendje. Nga ana tjetër, përgjegjësia nuk bie vetëm mbi individin. Formatet e realitetit televiziv duhet të mbajnë një rol aktiv në vendosjen dhe respektimin e kufive të qartë. Ndërhyrja në kohë, ndëshkimi i drejtë dhe dënimi i dhunës janë element thelbësor për të garantuar jo vetëm sigurinë e banorëve, por edhe integritetin moral të programit. Spektakli nuk mund të ndërtohet mbi poshtërimin, dhunën dhe shkeljen e dinjitetit njerëzor. Gjithashtu, kjo ngjarje fton edhe publikun të reflektojë mbi rolin e tij. Audienca shpesh ushqen tensionet duke mbështetur konfliktin dhe skandalin, duke harruar se pas ekranit ndodhen njerëz real, me emocione, dobësi dhe pasoja të vërteta psikologjike. Duartrokitja e dhunës. Edhe në mënyrë indirekte, kontribuon në vazhdimin e saj dhe në përhapjen e një kulture intolerance. Në përfundim, përplasja e dhunshme në shtëpinë e Big Brother mbetet një kujtesë e fortë se fama, konkurrenca dhe presioni nuk justifikojnë kurrë humbjen e njerëzores. Loja mund të jetë e ashpër, por respekti, vetëpërmbajtja dhe përgjegjësia duhet të mbeten vlera të panegociueshme. Vetëm përmes reflektimit, ndërgjegjësimit dhe vendosjes së kufive të qartë, ngjarje të tilla mund të shërbejnë si mësim dhe jo thjesht si spektakël kalimtar.